Hej të dashur miqtë e mi, reagime kanë ardhur edhe nga ish banor të shtëpisë së Big Brotherit për rastin në fjalë të Elionës kundërdrejt të dy vajzave të tjera që Eliona tashmë po shndrohet në një fenomen të Big Brother VIP Kosova. Ka folur edhe Xheneta Fetau e cila në mënyrë të dhimbshme flet për torturën, për ofendimet, për mënyrën se si dy vajza të tjera kanë përzgjedhur të qasen drejt një vajze të re 18 vjeç. Unë dua të sjell videon e Xhenetës dhe kthehemi e komentojmë. Hello njerëz, kam marrë jashtë masa mesazha për situatën e Elionës me Albën edhe Benitën. Jem kanë të e këshirë live, kështu që e di krejt situatën. Eliona nuk i ka thonë kur gjë keq asajna, përveç se i tha nuk du me ra në krevet me make-up edhe me tesha që rrë në bërë. Kështu që unë e kuptoj në këtë pjesë Elionën, se pas të tia ka shumë rëndësi, po Alba dhe Benita po tregojnë shumë pa sigurin vete edhe po intimidohen për prezencës së Elionës. Llogaritë sa ult mundesh me ra ti si banor ose si lojtar që qunë veten kur dosh me patjetër me marrë 2-3 palë tjera me shku mu përla me një 18 vjeçares. Kështu që mu po m'pëlqen shumë Eliona. Ju e dëgjuat Xhenetën, ashtu siç në fakt jemi prekur të gjithë, është prekur edhe Xheneta Fetau. Ajo flet për rastin në fjalë, por reagime kemi patur edhe nga ana e familjes së Benitës, vëllau i Benitës, i cili ka kërkuar falje publike dhe ka dhënë një lloj informacioni që Benita nuk e dije që Eliona nuk e ka mamin e vet. Do me thënë nuk është e informuar për Elionën, ato rastin e kanë mësuar nga fakti që ka dalë një intervist ku Eliona ka qenë ftuar në një emision të pasdites dhe ka folur për familjen e saj, por pa marrë parasysh, unë dua të përçoj një mesazh tek familja e Benitës. E di apo nuk e dije, besoj që edhe ju jeni dakord që nuk duhet përdorur kjo lloj dhune psikologjike, dhune verbale, dhune fizike brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse është një lloj kulture kundërdrejt imazhit të cilin e ka ndërtuar Benita. Londrimi është duke përdorur një mekanizëm shumë të fortë në fakt për t'i nxjerrë banorët nga vetja dhe për t'ia treguar Benitës që është në një rrugë të gabueshme, por se sa Benita do ta rihet ta kupton dhe se sa Benita do ta rihet ta vlerëson, kjo në fakt do të mbetet për tu parë. Familja e Benitës ka reaguar, ndoshta sonte do të kemi edhe në live apo do ta kemi edhe në studio vllaun e Benitës dhe një nga familjarët e Elionës, të cilët do të flasin për rastin në fjalë, të cilët do të komentojmë për ngjarjet që kanë ndodhur brenda në shtëpi dhe se si në fakt janë trajtuar këto ngjarje. Besoj që janë të lënduar sepse ka dhe postime dhe reagime të ndryshme në Instagramin e Elionës për gjërat që po ndodhin, sidomos për mënyrën se si po gjykohet dhe se si po kryqëzohet Eliona brenda në shtëpinë e Big Brotherit dhe ka një rritje të tmerrshme në Instagram, domethënë për brenda 2 ditëve, por do t'i presim këto gjëra natën e sonte. Xheneta ka reaguar në mënyrën më të sinqertë, në mënyrën më të vërtetë, duke mos e toleruar në asnjë mënyrë dhunën kundërdrejt një vajzie 18 vjeçare brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania.